Sa eksperiencë kanë kompanitë shqiptare në ndërtimin e tuneleve të tilla? Se ju përmendët tunelin e rrugës së Kombit apo tunelin e rrugës Tiranë-Elbasan, që në dijenin time ato janë ndërtuar nga kompani të huaja që merren vetëm me ndërtimin e tuneleve, që kanë ekspertizë për ndërtimin e tuneleve. Ato janë monitoruar nga kompanitë e huaja, nuk është se prapë kompanitë shqiptare i kanë ndërtuar ato, i kanë me nën kontraktor, po. Me nën kontraktor, por monitorimi i tyre ka qenë strikt në bazë të kushteve teknike. Domethënë në momentin që ti anashkalon kushtet teknike, pastaj arrim në këto situatë që kemi ujëra ndërkohësore që dalin në tunelet. Ato janë monitoruar në mënyrë rigoroze nga kompanitë huaja, janë certifikuar në mënyrë rigoroze dhe prandaj për këtë arsye edhe i rezistojnë kohës. Kurse ne kemi tunele që nuk i kanë rezistuar asnjë vit kohës dhe ka sjellë ato pasoja që kemi. Edhe një gjë tjetër që bëre me tunelet e ndërtuara së fundmi, qoftë tunelin e rrugës Karditj-Delvin, tunelin e Llogaras, tunelin e Murrizit, është vetëm një tunel në atë aks dhe është me 2 sense kalimi. Ndërkohë që në këto akse që ju përmendët, kemi 2 tunele që njëri është për të ikur dhe njëri për të kthyer me 2 sense të kundërta, po edhe me aq sa kemi parë nëpër Europë apo në vendet fqinje, qoftë edhe në Greqi apo në vende të tjera, në akse të tilla të rëndësishme nuk ka vetëm një tunel, ka 2 tunele, pra është me një sens tuneli dhe një sens tjetër tuneli tjetër. Sa të rrezikshme janë tunelet me 2 sense në brendësitë tyre? Tani mirë është i kemi edhe me 3 sense. Kemi 2 sense vajtje ardhet, kemi edhe rezervë në momentin që çështja është edhe në varësi të numrit makinave që udhtojnë në atë segment. Domethënë tunelet janë në raport të numrit makinave, sepse duhet të jenë eficient. Në fund fundit investohet një shumë e caktuar, por ajo duhet të rikthehet për një kohë të caktuar mbrapsht. Dhe për këtë arsye duhem pyetur projektuesit. Ajo që ne shikojmë është që të paktën deri para 10 vjetësh kishte inxhinier profesionist të vjetër që përveç se punës dhe fitimeve të tyre ata kishin një përgjegjësi morale. Ata sot kanë dhënë pension ligjore. Përveç përgjegjësisë ligjore, se përgjegjësia ligjore është një lloj si tani si para 10 vjetëve, por kishin edhe përgjegjësi morale. Sot ata janë ose në pensionim ose kanë ikur nga Shqipëria dhe kemi të bëjmë me inxhinier të papërgjegjshëm që japin licencë, punojnë administratë shtetërore, japin licenca kompanive. Ata duhet jenë teren, duhet jenë drejtues teknik, dikush duhet të monitorojë skarpatat, dikush duhet të monitorojë sigurinë e punëtorëve në kantier. Ka shumë element që këtu çedojnë dhe kemi një ministri e cila është neglizhente për sa i përket kontrollit të këtyre elementeve. Ne sot ka ndodhur 10 skandale në rrugë dhe ne nuk kemi sot një audit dhe një raport përse kanë ardhur këto. Dhe këtë sot për sot e ka ministria për ta bërë. Ministria duhet të auditojë pse ka ndodhur këto. Pse ka ndodhur, sepse nuk kemi një në dijenin tuaj, ai është hequr licenca një inxhinieri apo një kompanie që ka shkaktuar probleme të tilla në rrugët e ndërtuara vitet e fundit? Po do kishin dalë mendje. Unë nuk kam dëgjuar ty të hequr licenca në një, por do kishin dalë në media dhe fakti është përse ministria bëhet pengesë për krijimin e një enti që është i pavarur për të monitoruar dhe për të nxjerrë këto raporte. Sepse pra nëse do të funksiononte urdhri i inxhinierit, urdhri i inxhinierit do të vepronte në mënyrë të pavarur nga ministria. Sepse nuk varet nga ministria, nuk licencohej nga ministria dhe inxhinierët nuk licencoheshin nga ministria. Ata regjistroheshin direkt në urdhër dhe në fillonin aktivitetin. Pastaj ministria monitoron urdhrin, urdhri monitoron ministrinë, se kështu në demokraci kështu funksionon. Të gjithë monitorojnë njëri tjetrin. Po pse Ministria e Infrastrukturës refuzon që të krijohet urdhri i inxhinierit dhe mban të bllokuara apo mban po themi si pronto vetën licencat për inxhinierët? Cili është përfitimi i Ministrisë së Infrastrukturës në këtë rast? Që shkon në dëm të qytetarëve. Përfitimi është tendrat që i jepen pasaj domethënë lotet që jepen me tendra fiktiv, sepse në momentin që do monitorohet, do ngre zërin urdhri i inxhinierit, sigurisht ministria ka përgjegjësi dhe për të sfumuar, të shohë të gjitha këto përgjegjësitë, ajo e mban peng dhe nuk krijon urdhrin e inxhinierit siç ndodh në çdo vend Bashkimit Evropian. Ne po ndërtojmë një rrugë tani, korridori 8, i cili është monitorohet nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe nuk krijojmë urdhrin siç është në gjithë ato vende. Ju e bëni shpesh atë rrugën që u shëm dje, këtë rrugën besoj edhe shumë qytetarë e bëjnë shpesh gjatë